Gatuajmë tani një fërges. Ju e dini që ne kemi pikë të dobët të fërgesat, që vinë kombinime të ndryshme, shije të ndryshme, edhe tani pse jo është dhe koha e fërgesave, pse mos i shoqërojmë në botëror. Dhe me gjithse po përfundon, por që do të na shoqërojnë edhe ne gjatë përfundimit të sezonit, dhe në çdo sezon ka fërgesa sipas produkteve që sezoni na sjell, kështu që një fërges me domate tani na shkon më së miri. Lexojmë pak përbërësit se çfarë na duhet për ta përgatitur. Na duhen ca domate për të i prerë ato në copëza të vogla dhe sigurisht vezët. 3 domate të pjekura mirë, shpresoj t'i gjeni. 3 vezë, 100 gram mozzarella ose djath i bardh, 5 telpinj hudhër, 1 lugë gjelle gjallë, 1 tufë të vogël me borzilok, krip, piper i zi. Më ka vajtë mendja, po sikur t'i pyesim anvisat ne për këtë punën e domateve të sivjetshme që Shiko, unë i kam të thata. Unë i kam vendosur në ujë. Kështu që më mirë po përdorim të thata, se zgjema ishte të pjekura mirë dhe po i shtojmë një dysa për lezet. Dhe kam lënë ujin e makaronave, pjesën tjetër që t'ja shtoj. Nuk e shtoj në ujin e domateve të domatet, të është të bërzilokut, të vasë të bërzilokut. O, pe ish me njanë, sepse haroj dhe e dertë. Dhe ri e bëj riciklimin e ujit makaronave. Do t'i lë paksa, dhe pse unë i kam lënë, e mirat mirave që t'i lëm nga darka. Unë nuk e pata mundësin t'i lën nga darka në ujë, por, për t'a ndihmuar, unë shtoj dhe domate që e kam ngrirë. Pra për të gjitha anvisat që kam bërzajiret e tyre, kjo më pas ka shpëtuar. Domatet e thata, domatet në vaj janë shumë të mira, duke bërë një bashkim me domaten e freskët. Bashkimi bën fuqin, në shi edhe kudo. Domate të thata dhe domate të sezonit që, siç e tham, e kemi përmendur dhe dje dhe ditë më përpara, këtë vit nuk kanë qëlluar aq të mira. Është fara, dashur të japim një mundësi anvisave le të shprehen nëse ato janë dakord me mendimin ton apo jo, apo ju në tregun tuaj ju kanë qëlluar domatet e mira. Me thënë drejtën, ne e kemi hasur këtë problematik. Na telefononi dhe na jepni mendimin tuaj, përveç se, si gjithmonë, pyetjes kryesore çfarë gatuani sot në shtëpitë tuaja, ne përgatisim këtë fërgesën me domate të thata dhe domate të freskëta, me vezët tona Ovital, 3 të tilla. Të bardha. Po më bën merak që s'ke marrë kuqet sot, apo s'ke patur se Lukerina. I kam ekzekutuar të gjithat kuqet. Fërgesë me domate dhe vezë, me 3 vezë Ovital, për t'ja shtuar dhe sigurisht ka fërgesë pa vezë. Edhe mos e beso po deshe. Mos e beso po deshe kur unë them beso dhe kontrollo, shiko. Një e verdha apo e kuqe si doni ju ta e quani shiko. Çaja ato vezën me 2 të verdha. S'ka, kanë varuar ato me 2, por të paktën me 1 e kemi të sigurt. E marr pirunin dhe i shpërbëj dhe i ra deri sa mund të merret dhe të shpërbëhet komplet e verdha. Pak e vështirë sepse kur veza është e freskët ju e dini shumë mirë. Ja si qëndron, ja, shife. Shi. E tani, erdhi koha. I trazojmë mirë, sepse kur t'jen gati domatet, ne do t'ja shtojmë. Ndërkohë kam britur telefonuesja jone parë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush i mungonte? Kush mund të mungonte? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Megji, të përshëndesim dhe faleminderit që na ndjeki dhe na telefonon, jemi shumë mirë. S'keqen unë dorës tënde moj, Florit e nenës. Ato duart moj të lumqofshi. Se na kënaqe me, na bën çdo lloj gjeje na bën. Po më mirë po. Për këtë punë jemi. Po ne sa kënaqemi kur ju na merrni në telefon. Aman, ai humori jot. Më thuaj... Na gjallë jetën, na gjallë ai humori jot. Sepse e kam humor original dhe jo të kopjuar, kjo është problemi. Po e pate, në energjia jo gjithë, gjithmonë del... Ma ka dhënë babaj humori. Nuk e di tani... Ta pyes unë në Negjin për domatet, apo s'ka do i mendim, thua? Po si s'ka mendim, pa tjetër që ka mendim. Ne kemi shtruar një shqetësim në kuzhinë,
si janë visa, si zonja shtëpie, në lidhje me cilësinë e domateve këtë sezon. Ju e keni konstatuar për... Unë për vete kam bërë sot, pyrek, qep me domate. Të lumshin duart. Tani për këtë byrekun duhen domate shumë të pjekura dhe të mira. Më e mirë, Miki. Më e mirë? Më e mirë. Mbahet në zona. Në Nanexh Gjingasht, ku banoni? Nga Fieri, po në Fieri do t'jenë domatet më të mira. Si pas zonave thua? Besoj se ne po. këtu në Tiranë i sjellin më pak cilësore. Pra ju thoni që ju kanë qelluar të mira. Çfarë keni bler? Më shumë cilësore si Po. jenë. Okej, më bëhet qefi ta dëgjoj, po ku janë që ti provojmë edhe ne se s'po i gjejmë. Duken shumë të bukura, të pjekura, brenda pastaj janë kështu. Po, shumë të mira, mua më kanë qelluar shumë. Ty të kanë qelluar, dakor. Të shpresoj dhe të dëgjoj dhe nga visa të tjera. Shumë faleminderit. Të falenderojmë për telefonatën. Në Fier, hajde merr domate në Fier. Tani që na the duhet të kalojmë ndonjë ditë. Ti provojmë. Faleminderit shumë që na telefonove. Të urojmë një ditë të bukur. Ndërkohë, a vizat e tjera, shtoj dhe salsë të koncentruar. Që ta kemi muhabetin këshu. Mbëriti telefonata tjetër. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Të përshëndesim, zotri. Ju nga telefononi? Vini me raportove kushina? Ne jemi, po, drejt për së drejti, ju dëgjojmë. Ju nga telefononi? Deshla të falenderoj Albanën për kushnin mirë që bënd. Falenderojmë. A mund të themun po ke shkodranë të tana i banë? Përshëndetje Albana. Përshëndetje. Nga që me këta... Të njoha! Nga Shkodra. Të njoha! Mirënjohje. Përshëndetje nga Shkodra. Një përshëndetje. Të një Dukaj, Rëdez dhe Dukaj. Shumë falemderit, shumë falemderit. I njoha në Velipoj. Nga knaqe me njala që i bane. Me që unë nuk naqa, nace, futi një përshëndetje shkodranце. Ashtu si e do veni. Nadia, mirë, jam gjithë mirë. Si e shpia, ka pikusa tia. Përshëndet se do në Shkodërloce. E mbajti vete, nuk e përshëndet. Tani nuk po e pyes zotrin, po e ngatroj fare se rrezik pazaret i bën zonja dhe ajo i di më mirë, po kush na telefonoi në herë tjetër? I bënin të dy pazaret. I përshëndesim. Të dy bënin pazaret. Unë me që po bëj... Dhe çdo anvis të zonës së Shkodrës na kanë shkruar shumë për tavën, me qira fjala, se ishte shumë e freskët dhe dukeshe për tavën me ngjalla, sipas traditës shkodrane. Kështu që do të kemi mundësi të sjellim edhe eksperienca të tjera gatimit të kësaj zone. Unë jam munduar që në recetat e këtij libri që kam, të shkoj dhe në ato vende, kam munduar të vjedh shtunën dhe të dielën dhe të pyes për recetat autentike. Se normalisht unë di recetat dhe gjithë dim recetat nga dora e nënës, por nuk do thotë që nëna ime gatuan më mirë ose gatuante më mirë se nënat e tjera. Për mua po për të gjithë jo. Prandaj edhe duhet ndahet profesionisti mirë për të mos humbur recetat dhe ato të trashëgohen, sepse o janë libra. Dhe unë falenderoj të gjitha ato në noke që më kanë ndihmuar. Ndërkohë, në noket e tjera që janë duke na ndjekur, përsëri i mirëpresim për të na telefonuar, për të folur bashkë dhe për të na treguar se çfarë gatuani sot dhe a jeni dhe ju kështu ankuese ndaj cilësisë së domateve këtë sezon? Dhe pse? Jo, në Nanexh nuk ishte. Po sepse ka qenë toka në Fier, pra. Si di, nuk e di. Këtu në Tiranë... Qa kemi blerë në këtu nuk na ka qelluar. Nuk kemi me hatër, këtu është problemi. Se mendosh që është sezoni tani i tyre. Pra i shtova sërisht ujin e makaronave. Pra që fillon edhe trashet. Normalisht duke u zjerë sa më shumë të zjerë dhe kërkon një zjerje akoma dhe më të mirë dhe më të shumët, sepse është domatja e thatë. Nëse ju do keni domaten e vajt, do më pak kohë se sa domatja e thatë. Por duke u kombinuar bashkë domaten e njom, lërini të zjerë avash, derisa të bëhet që legu dash, s'kemi mish sot. Më pas do t'i shtojmë dhe vezët edhe përndon vërgesa. Më pas do shkëm të qoftet. Më pas të qoftet, kemi qofte pastaj, pas pushimit, të sistemojmë pak produkte, ndërkohë më bëni përmbledhje të recetës dhe nëse kemi një anvis që ka telefonuar e mirëpresim ndryshe pas reklamave. Fërges me domate dhe vezë. Ju duhen 3 domate të pjekura mirë.
2-3 vezë, 100 gram mozzarella ose djathë të bardhë, 5 thelpinj hudhër, 1 lugë gjalp, borzilok, krip, piper. Dhe ja, bëni një fërgesë dhe e ngjyeni me bukën që keni për vetë. Po, për shembull, të gjitha ato anvisa që nuk e kanë këtë gatim, nuk e bëjnë këtë gatim me pastiqe, mund vendosim këtu krendviçet, a? Po. Del super. E kalojmë aty. Ndërkohë presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë dëgjohemi? Këndi gatimi? Po, ne jemi. Po, drejt për së drejtit, telefonata juaj mbërin direkt në kuzhinë. Po, ne jemi. Ju dëgjojmë shumë mirë zonjë. Ju nga telefononi, kush jeni? Përshëndetje, ju përshëndesim. Jeni të shkëlqyera që të dyja. Faleminderit shumë. Nga po telefononi? Jeni të shkëlqyera. Ato receta tuaj i shkruajnë dhe i mbajmë shënime, por na mbaruan fletoret. Ju jemi borç për të një blog. Do fillojmë do shpërndajmë. Jeni shumë të mira. Edhe unë kam përgatitur sot fërgesë me speca dhe domate. Sa mirë, ju bëft mirë. Fërgesë me speca dhe domate. A do ti që më shtove zilin? Faleminderit. Më shtove zilin, me vrap. Që të dyjave. Me vrap. Ja, na e shtove zilin, ti shtojmë në ca speca. Të falenderojmë, ju bëft mirë dreka. Ua, me vërtet. Albana, do t'i shtosh edhe ti speca. Do shtojmë, po, patjetër që po ja. Ja, një spec direkt. Presim për para reklamave. Përshëndetje. Ja, një spec direkt. Në mëngjesi. Ju dëgjojmë. Përshëndetje. Ka rënë telefonata? Përshëndetje. Të dëgjojmë zonjë, nga telefonon? Telefonoj nga Fieri. Jam një nën 83 vjeçe dhe dua të përshëndes Albanën se dua shumë dhe ato tjetrën, po Albanën e dua pa Një qikë më shumë. Nuk bëhem xheloze unë na. Një qikë. Faleminderit shumë për sinqeritetin. Unë të falenderoj shumë. Se më pëlqen shumë Albana. Atë raportin për Albanën e shikoj. Faleminderit. Unë do të them një sekret. Nëse Albanën e do shumë, dhe Albana ka këtë humorin, ka dëshirën për të punuar shumë, është kjo gotha në krah këtu që më jep Isha dhe linjën, në doja ta pyesja diçka, po mu shkëput. Të kesh jetën e gjatë, 83 vjeç nëna, e the guxoi dhe na telefonoi për shumë falenderit. Komplimentin e saj. Shumë faleminderit, urojmë jetë të gjatë, faleminderit që je duke na ndjekur.